Imagjino të mbërish te sporteli dhe, në vend që të tarifojnë për atë valigje shtesë apo të dërgojnë në radhën më të gjatë, agjenti të trajtojë si diploma. Nuk është fantazi. Nëse je mbi 65 vjeç, ekziston një rregullore paralele që pothuajse askush nuk e përdor, thjesht sepse shumë pak e dinë që ekziston. Nga vende premium pa pagesë deri te kalimi i sigurisë pa nxjerr asnjë krem. Sot po të zbulojmë rregullat më të ruajtura të industrisë ajrore për këtë vit. Rregulli numër 10, përjashtimi i lëngjeve mjekësore. Prej vitesh ke dëgjuar se nuk mund të kalosh shishe mbi 100 ml, apo jo? Duhet të hedhësh shampon, kremin special apo atë locion që të duhet për lëkurën. E po, nëse je mbi 65 vjeç dhe këto lëngje janë pjesë e kujdesit tënd shëndetësor, kjo rregull nuk zbatohet njësoj për ty. Rregulloret e të SAS dhe të sigurisë evropiane e kanë rafinuar për kufizimin e nevojës mjekësore. Këtu përfshihen lot artificial, kremra për artritin, gjele muskulore apo suplemente të lëngshme. Çelësi është deklarimi proaktiv. Para se të kalosh në rrezec, nxirr këto artikuj dhe thuaj, këto janë artikuj shëndetësor të përjashtuar sipas rregullores mjekësore të përditësuar. Agjentët duhet t'i inspektojnë veçmas dhe nuk mund të detyrojnë t'i hedhësh, edhe nëse janë shishe të mëdha. Është një ndryshim i madh që të lejon të udhëtosh me trajtimet e tua të plota. Rregulli numër 9, valigja fantazmë. Të flasim përpara. Linjat ajrore janë bërë eksperte në të tarifuarit edhe për ajrin që merr frym. Ta matin çantën e dorës, ta peshojnë dhe, nëse te i kalon qoftë edhe 1 centimetër, të bëjnë të paguash 50 ose $100 amerikan te porta e embarkimit. Por a e dije që ke të drejtë për një valigje fantazmë? Rregulloret ndërkombëtare përcaktojnë se pajisjet mjekësore dhe furnizimet shëndetësore nuk llogariten si bagazh dore. Kjo do të thotë se mund të mbash valigjen e kabinës, sendin personal dhe, përveç tyre, një çantë të tretë me furnizimet e tua. Mund të përfshish nga një jastëk ortopedik e aparatin e tensionit deri te ilaçet dhe këpucët e rehatisë. Truku është që të jetë ekskluzivisht për shëndetin, nëse përzien rroba apo libra e humbet përfitimin. Kur agjenti të pyes për 3 volumet, përgjigju, kjo çantë e tretë përmban vetëm furnizime mjekësore dhe pajisje asistence, prandaj është e përjashtuar nga tarifat e bagazhit. Është shahmat i menjëhershëm. Rregulli numër 8, embarkimi prioritar i padukshëm. Ekziston një mit urban që thotë se për të hipur i pari në avion duhet të jesh në karrocë invalidi ose me paterica. Kjo është krejtësisht e pavërtetë dhe vetëm të humb kohë. Rregullat e reja të aksesueshmërisë e njohin lëvizshmërinë e reduktuar për shkak të moshës ose paftësisë së padukshme. Nëse lodhesh duke qëndruar në këmbë ose stresi të ndikon në tensionin e gjakut, kualifikohesh për të kërkuar para embarkim për asistencë. Kur të mbërish te porta, afroju agjentit dhe thuaj, më duhet pak më shumë kohë për të sistemuar në avion për shkak të gjendjes sime të lidhur me moshën, kërkoj të embarkoj me grupin e asistencës. Ligji ndalon që të kërkojnë dokumente mjekësore. Do të lejojnë të kalosh para klasës ekonomike duke garantuar hapësirë për valigjen dhe një embarkim pa shtyrje. Kujdes këtë. Rregulli numër 7, vazhdimësia e shoqëruesit. Imagjino këtë makt, ti dhe partneri yt keni bler bileta në momente të ndryshme ose me tarifa të ndryshme. Njërit i bie grupi A dhe tjetrit grupi S ose më keq, në kontrollin e sigurisë ju ndajnë në radhë të ndryshme. Për një person të moshuar, humbja nga sytë e mbështetjes emocionale ose fizike në një aeroport gjigant është e frikshme. Rregulli i vazhdimësisë së shoqëruesit e përforcon të drejtën që partneri yt të mos ndahet nga ti në asnjë rrethan. Sekreti është të lidhësh rezervimet të sporteli duke thënë, udhëtojmë bashkë dhe unë kam nevojë për asistencë. Ju lutem, lidhni kartat tona të embarkimit për të garantuar vazhdimësinë e shoqëruesit në siguri dhe embarkim. Sistemi do ta përditësojë biletën e shoqëruesit duke i dhënë të njëjtat përfitime prioritare. Hyni bashkë, kaloni filtrin bashkë dhe uleni bashkë. Kurrë më udhëtime me ankthin se mos humbisni njëri tjetrin. Rregulli numër 6, vende të aksesueshme pa paguar extra legroom. Linjat ajrore pëlqejnë shumë të shesin vendet me hapësirë shtesë për $80 amerikan më shumë. Por po sikur të thosha se shumë nga këto vende, me ligj, mbahen të bllokuara për persona me nevoja specifike deri 1 orë para fluturimit.
Departamenti i transportit ose DOT kërkon që vendet e aksesueshme me mbështetëse krau të lëvizshme ose më shumë hapësirë për këmbët të ofrohen atyre që kanë nevojë për arsye shëndetësore. Nëse ke probleme qarkullimi ose gjunjë të operuar, mos paguaj luksin. Strategjia është të paraqitesh te sporteli dhe të thuash, kërkoj një vend të aksesueshëm sipas rregullores së DOT-it për shkak të gjendjes sime të lëvizshmërisë. Shpesh do të caktojnë rreshtat e parë pa tarifë premium. Po përdor ligjin për të udhëtuar rehat pas zbrazur portofolin. Po të pëlqen kjo? Mbaje fort, sepse rregulli tjetër zbulon një vend sekret në aeroport që ndoshta e ke kaluar 1000 herë pa e vënë re. Por para se të vazhdojmë, abonoju në kanal. Na ndihmon shumë me një klik të thjeshtë. Shkruaj në komente nga ku na ndjek dhe ku do të doje të ishte udhëtimi yt i radhës. Rregulli numër 5, akses në salla të qeta. Të gjithë i njohin sallat VIP të kartave të kreditit, ato që janë gjithmonë plot. Por me rritjen e udhëtarëve në moshë, aeroportet kanë hapur salla aksesueshmërie ose dhoma të qeta. Nuk janë vende luksi, por oaze heshtjeje me dritë të zbutur dhe ulse të shtrira, të dizajnuara për t'i shpëtuar kaosit. Si udhëtar i moshuar me asistencë, ke të drejtë t'i përdorësh falas. Nuk reklamohen me tabela neon, duhet të pyesësh te informacioni, ku ndodhet salla e pushimit sensor dhe si mund të hyj me lejen time të asistencës. Në 2026, kjo është prirja kryesore për të pritur fluturimin pa zhurmën shurdhuese të terminalit. Rregulli numër 4, ftoja në kabinë e garantuar. Udhëtimi me insulin ose ilaçe që kërkojnë të ftohet dikur ishte dhimbje koke. Haro xhelet që shkrihen. Rregulli i zinxhirit të ftohtë në kabinë është diçka që duhet ta kërkosh me vendosmëri. Linjat ajrore duhet të lejojnë t'i mbash ilaçet në temperaturë të sigurt, madje avionët modern kanë frigorifer mjekësor të dedikuar. Gjatë embarkimit, fol me shefin e kabinës dhe thuaj, kam medikamente termondjeshme që kërkojnë temperaturë të qëndrueshme sipas normave të FAA-s. A mund të më asistoni me ruajtjen? Duke cituar normën, bëhesh prioritet sigurie. Ata do të preferojnë të ruajnë ilaçin tënd sesa të përballen me një emergjencë mjekësore në ajër sepse trajtimi u dëmtua. Dhe duke folur për shmangjen e problemeve, rregulli numër 3 është jetik nëse nuk je ekspert teknologjie. Shumë humbasin para nga mosnjoja e tij. Rregulli numër 3, përjashtimi i tarifës teknologjike. Jetojmë në një botë bëje gjithçka online. Nëse telefonon për të shërbyer nga një person, shpesh të tarifojnë kosto menaxhimi deri $25 amerikan. Kjo është diskriminuese dhe rregulloret e reja tashmë e reflektojnë këtë. Shumë kompani aplikojnë përjashtimin për hendekun digjital. Nëse aplikacioni të duket konfuz, ke të drejtë për shërbim njerëzor pa penalitete. Sekreti është se agjenti nuk ta heq tarifën nëse nuk e kërkon. Kur të thonë çmimin, thuaj, si i rritur në moshë, kërkoj përjashtimin nga tarifa e rezervimit telefonik sepse nuk mund ta përdor aplikacionin me lehtësi. E heqin tarifën menjëherë, thjesht sepse tregon se i njeh të drejtat e tua. Mos i dhuro parat e tua vetëm sepse nuk do të përdorësh një telefon. Rregulli numër 2, fraza magjike e verifikimit në port. Ke bërë gjithçka si duhet, ke kërkuar asistencë kur bleve biletën, ke rezervuar vendin special, por mbërrin të avioni dhe askush nuk di asgjë. Është gabimi klasik i sistemit. Informacioni humbet mes kompjuterit qendror dhe tabletit të agjentit të portës. Prandaj, rregulli 9 është një zakon sigurie. Kur, asnjëherë mos hip në avion pa thënë frazën e verifikimit. Kur ti dorëzosh pasaportën te porta e embarkimit, ndalo 3 sekonda, shikoje agjentin në sy dhe thuaj, kam një kërkesë për shërbim special të regjistruar në profilin tim. A mund të ma konfirmoni që ekuipazhi në bord është tashmë i njoftuar? Kjo pyetje e detyron agjentin të shikojë ekranin e alarmeve. Nëse sistemi ka dështuar, ky është momenti për ta rregulluar. Nëse nuk e bën aty, kur të jesh ulur në rreshtin 32 dhe të duhet ndihmë, do të jetë tepër vonë dhe stewardesa nuk do ta ketë iden kush je. Kjo frazë e vogël garanton që ekipi në bord e di se je aty dhe se mund të kesh nevojë për pak më shumë vëmendje. Kemi mbërritur pothuajse në fund, më të mirën e kam ruajtur për vendin e fundit. Ky rregull do të bëjë të ndihesh si një udhëtar i vërtet VIP në çdo kufi. Rregulli numër 1, prioritet në migracion dëhre dogan. Mbërrin nga një fluturim ndërkombëtar prej 9 orësh. Je i raskapitur.
dhe përballesh me një radhë migracioni që duket pa fund. Sheh radhën e diplomatëve Bosch dhe atë të ekuipazhit Bosch. A e dije që në shumë aeroporte ekziston një linjë mirësjelljeje që nuk është gjithmonë e shënuar? Në vendet e Amerikës Latine dhe në pjesë të Evropës, ligjet lokale e mbrojnë të moshuarin në procedurat publike. Aeroporti është hapësirë publike. Edhe nëse nuk sheh një tabelë që thotë mosha e tretë, ky prioritet shpesh ekziston ligjërisht. Mos u rreshto në fund të kolonës me 200 persona. Shko drejt punonisit që organizon radhët, zakonisht janë në fillim të labirinteve me shirita, dhe pyet drejt për drejt, më falni, cila është linja preferenciale për të rriturit në moshë sipas rregullores lokale? Do të habitesh sa shpesh do të hapin një shirit, do të kalojnë nga radhët e diplomatëve ose do të dërgojnë përpara. Shumica e njerëzve qëndrojnë në radhën e gjatë nga turpi ose nga mosnjoja. Ti jo. Ti do të pyesësh, sepse koha dhe pushimi yt janë të shenjta. Kaq ishte. Të fluturosh pas moshës 65 nuk ka pse të jetë një provë e qëndrueshmërisë fizike. Këto rregulla nuk janë hile apo truke të pista, janë rregullime të nevojshme që industria ka bërë për të kujdesur për ty, por që shpesh dështojnë t'i komunikojnë. Nëse ndonjëherë ke arritur të përdorësh një nga këto